Faleminderit. Ndërsa në vazhdim të kësaj akademie, ftoj përfaqësuesin e qeverisë që të merr fjalën. Ftoj zotri Hayreddin Kuqin, zëvendës kryeministër i Republikës së Kosovës. Nderuara familja Xhelani, nderuar ministër Makolli, deputet Isufi, deputet Pajaziti, kryetari Xhelani Zoni dhe Zotrinje, zoti ambasador Lauka. Jam jashtëzakonisht i nderuar që në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe të kryeministit të përshëndes këtë akademi përkujtimore, po njëkohësisht të shprehim respektin për një figurë me rëndësi kombëtare. Mbamendja për njerëz si Mullaj Idris Xhelani tregon një shenjë të veçantë për mendimin tonë edhe historik po dhe politik, por mbi të gjitha një motiv për brezat që do të vinë. Shembulli i tillë është që në momente të caktuara figurat e mëdha historike mund të mos shënohen mbi mendjen institucionale, por gjithsesi ata njerëz, ata intelektual, ata vetarë që bashkohen me idetë e përgjithshme të vendit, dhe ato ide bëhen parime të shoqërisë, mbesin gjithmonë figura të nderuara, çfarë është edhe figura Mullaj Idris Xhelanit. Kur flasim për këtë figurë, kemi parasysh tri personalitetet që ngërthehen në një njeri, atë dashuria, po një burr adhetar, një arsimtash dhe një klerik. Atë dashuria e tij të i kalon për masat e predikimit të tij si klerik, i cili ka treguar dhe ka frymzuar gjeneratat për mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe forcimin e tij përballë të tjerëve. Arsimtash ka treguar që ka qenë një njeri që është i bindur, sikur shumë ne, se popujt të gjithë, në veçanti popujt që nuk kanë fuqi shumë të madhe ushtarake apo dhe ekonomike, dija dhe arsimi janë ato që mund t'i bëjnë konkurrente me vendet e tjera. Si klerika i ka treguar shumë qartë se është pasardhës i mendimit të rilindasve, është pasardhës dhe përqafues i mendimit të Vasopashës, të Hoxhasinit, të Fanolit dhe shumë klerikëve të tjerë, të cilët mbi të gjitha kanë qenë misionarë të mbrojtjes së identitetit kombëtar. Dhe sot kur jemi në shtetin e pavarur dhe sovran, dhe sot kur ndërtojmë Kosovën tonë demokratike të përqafuar me vlerat perëndimore, ne jemi shumë të bindur që edhe mendimi ynë për Zotin, mendimi ynë për religionin, i takon mendimeve të përparuara dhe për krah botës demokratike. Lavdi veprës dhe punës së Mullajt Idris Xhelanit. Faleminderit. Faleminderit përfaqësuesit të qeverisë, ndërsa në vazhdim do të ftoj përfaqësues nga shkolla Mullaj Idris Xhelani me recitalin Pa dhe nuk ka as fe.